Pranë me është trajneri i skuadrës së vllazënimit, trajner një lojë luftuar deri në sekondat e fundit. Një pjesë e parë mjaft e mirë juja e kontrolluat, po e mbani tepërsinë, megjithatë çereku i tretë vendimtar. Pse ajo rënje në lojë në çerekun e tretë, çka shkoi keq sipas jush? Fillimisht i përgëzoj lojtar për 40 minuta kanë dhënë maksimumin në mbrojtje, po siç e thatë çerekun e tretë dështum në mbrojtje të pick and rollit, edhe kjo ishte. Trajner, marrim parasysh që skuadra e Golden Eagle Yllit ka edhe një numër më të madh të lojtarëve në bankë, edhe kjo ndoshta ishte ajo që ju nuk e kishit. Megjithatë, fakti që luftua deri në sekondat e fundit, ajo jep shpresë që në vazhdim të kampionatit mund me si lloj paraqitjesh të arrini edhe tek fitoret? Patjetër, na jemi të pasur që çdo lojë jemi të luajtur më mirë, edhe po mendoj që mungesa e rotacionit është na shkaktu shumë probleme, për këtë arsye edhe çerekun e tretë po mbrojtëm pak më të dobët. Trajner, kur jemi tek mungesa e rotacionit, unë e përmenda edhe gjatë komentimit mungesën e sidomos Ron Dasylës, ndikoi që ati kushi dhe të ngarkohet me personalen e pestë. Kur do të kthehet Dasyla, a është afër ai kthimi i tij? Po shpresojmë lojën tjetër me Borën, kam qenë i gatshëm për me luajtur. Faleminderit shumë trajner, sukses në vazhdim.